Ju njohim me përmbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7. Bashkimi Evropian do të jap 90 milion euro për ndërtimin e kurudhave në Shqipëri. Marrëveshja u firmos nga zëvendës kryeministre e Ministre e Infrastrukturës dhe Energjisë Bilinda Balluku me drejtorin e Bankës Evropiane për Investime Lionel Apraeli në praninë të përfaqësuesve për politikën e jashtme dhe për sigurinë Kaja Kallas dhe kryeministri Edi Rama. Projekt do të sjell punë të reja, vende të reja pune, do të sjell më shumë tregti dhe do ta lidhë edhe më shumë Shqipërinë me fqinjët e saj, por edhe me Bashkimin Evropian. Gjithashtu do të jetë dhe një korridor i duhur ndërmjet shteteve anëtare dhe NATO-s. Nënshkrimi që u bë është pjesë e një programi masiv investimesh në infrastrukturën e kurridore. Dhe kjo është dhe arsyeja pse ky 5 vjeçar që na ndan nga mbyllja e kësaj dekade do të jetë njëkohësisht edhe një 5 vjeçar ku do të kthehen kurudhat në Shqipëri. Granti do të shërbej për financimin e projektit strategjik të kurudhës Durrës-Troguzhin, pjesë e korridorit të 8, një arterie kyçe që do të lidhë Shqipërinë me rrjetin evropian të transportit dhe do të forcojë më tej rolin e saj si një ynë lidhëse në rajon. Zëvendës presidenti e Komisionit Evropian Kaja Kallas në konferencën e përbashkët për shtyp me kryeministrin Edi Rama konfirmoi se pritshmëritë për antarësim të vendit deri në vitin 2030 janë realiste. Pas interesimit të gazetarëve, shefja politikës së jashtme të Unionit u ndal në nevojën e zbatimit të reformave dhe në veçanti sundimin e ligjit si një gur themeli i Bashkimit Evropian dhe i begatisë një vendi. 2030 a është pra një objektiv realist? Po, është. Në rast se ne të gjithë do të ndërmarrim hapat e duhura gjatë rrugës, pra Shqipëria me reformat e saj, po jo vetëm reformat që duhen miratuar, por edhe këto reforma të miratuara që duhet të vijnë në zbatim. Dhe këtu sundimi i ligjit është skajshmërisht i rëndësishëm, pasi sundimi i ligjit shtetit së drejtës është një nga bazamentet, themelet e Bashkimit Evropian, por është edhe themel i begatisë së një vendi. Kryediplomati e Bashkimit Evropian Kaja Kallas nga Tirana njoftoi fillimin e dialogut të parë BE-Shqipëri për sigurinë dhe mbrojtjen. Ajo deklaroi se një nga angazhimet e para që ka patur ka qenë nënshkrimi i partneritetit BE-Shqipëri për sigurinë dhe mbrojtjen dhe ne sot do të shohim frutin e saj të parë. Kallas deklaroi se do të zgjerojmë bashkëpunimin në fushat e reja si kërcënimet hibride dhe lufta kundër terrorizmit. Një nga angazhimet e para që kam patur ka qenë nënshkrimi i partneritetit BE-Shqipëri për sigurinë dhe mbrojtjen, që siç e pra ndodhi në 10 orë dhe ne sot do të shikojmë edhe frutin e saj të parë, pasi do të lançojmë edhe dialogun e parë BE-Shqipëri për sigurinë dhe mbrojtjen. Ky është një hap vërtet shumë i rëndësishëm, pasi po e thellojmë më tej bashkëpunimin edhe në sektorin e sigurisë. Duke i hedhur syt përpara, ne në fakt kemi dëshirë që ta zgjerojmë këtë bashkëpunim në fusha të reja. Ajo deklaroi se Shqipëria ka përfituar nga BE rreth 13 milion euro për të përmirësuar përgatitjen e forcave të armatosura. Kryeministri Edi Rama përshëndeti vendimin për mbajtjen e samitit të Komitetit Politik Evropian në Tiranë më 16 maj. Për kreun e qeverisë shqiptare, kjo është një përgjegjësi shumë e madhe si aktor në këtë rajon dhe që është gjithmonë e më e rëndësishëm për Bashkimin Evropian. Ishte kryeministri Edi Rama. Ne në ndërkohë jemi duke u përgatitur shumë intensivisht për samitin e Komunitetit Politik Evropian që do të bëhet në Tiranë në datën 16 maj. Ku do vinë të gjithë udhëheqësit e kontinentit, kam parasysh kontinentin demokratik evropian, që nga Britania tek Azerbajxhani, që nga Suedia tek Turqia, për të trajtuar temat e këtij samitit radhës. Dhe kjo është diçka e jashtëzakonshme për Shqipërinë, edhe është diçka e jashtëzakonshme për rajonin. Qeveria shqiptare heq vizat për arsye turistike me 5 vende deri më 31 dhjetor nga Azia, Lindja e Mesme dhe e Largët. Në mbledhjen e qeverisë u miratua propozimi për lehtësimin e procedurave dhe kriterëve për pajisjen me vizë të shtetësve të UE që hyjnë në territorin e Republikës së Shqipërisë. Nga 15 prilli deri më 31 dhjetor, si afati i fundit, hiqen vizat për udhëtarët nga Arabia Saudite, Katari, Omani, Tajlanda dhe Indonezia.
Për shkak të sezonit turistik, hyrja e shtetasve të 5 vendeve në fjalë do të bëhet me pasaport. Ndonse është vendosur përlehtësimin e kushteve të udhëtimit drejt Shqipërisë, strukturat e policisë së shtetit dhe drejtoria vendore për kufirin dhe migracionin kanë intensifikuar masat për garantimin e sigurisë dhe përmirësimin e kalimit kufitar për qytetarët dhe turistët. Ministri i Brendshëm Ervin Hoxha së bashku me përfaqësues të policisë kufitare dhe drejtoren e drejtorisë vendore për kufirin Silvana Sula inspektuan ambientet e aeroportit. Në sezonin e kaluar me 12 milion turist patëm 0 incidente për sa i përket konflikteve, veprave penaleve që i ndodhin turistëve. Pra kjo është një shifër që në vendet e Bashkimit Evropian tashmë është vështirë për të gjendur. Ndërsa drejtoresha e drejtorisë vendore për kufirin dhe migracionin në Tiranë, Silvana Sulej, bëri të ditur se janë marrë masat për përballimin e fluksit në rritje. Përfaqësues të policisë kufitare deklaruan se organizimi aktual i punës është në përputhje me praktikat më të mira europiane dhe ndërkombëtare, duke synuar identifikimin dhe parandalimin e çdo rasti të përdorimit të dokumenteve të falsifikuara. Kemi një organizim dhe një standard struktur pune të tillë që të eliminojmë çdo rast të përdorimit të dokumenteve të falsifikuara, të rrisim sigurinë e udhëtimit ndërkombëtare, sidomos lidhur me risk drejt Shtetit Bashkuara apo Britanisë së Madhe, si dhe kemi një bashkëpunim të shkëlqyer në shkëmbimin e informacioneve në kohë reale me gjithë partnerët tanë ndërkombëtar. Qeveria shqiptare do t'i ofrojë dhe 2 ditë pushim administratës në datat 15 dhe 16 maj. Këshilli i Ministrave vendosi që punojësit e institucioneve me cilin 4 bashki, Tiranë, Kams, Vorë dhe Kruj, do t'jenë pushim pasi më 16 maj në Tiranë do të organizohet samiti i Komunitetit Politik Evropian dhe do të mblidhen liderët e të gjithë kontinentit evropian. Nga ky vendim përjashtohen forcat armatosura të policisë së shtetit, të Gardës së Republikës, të Shërbimit Zjarfikës dhe të punojësve të sistemit shëndetësor. Zëvendësimi i këtyre datave pritet të bëhet brenda vitit 2025. Politik. Lufta kundër krimeve zgjedhore ishte kryefjala e takimit të mbajtur në Tiranë ndërmjet pranisë OSBE-s dhe prokurorisë përgjithshme. Në prag të fillimit zyrtarisht të fushatës për zgjedhjet e ardhshme parlamentare, ambasadori i OSBE-s, Michael Taran, nënvizoi se integriteti zgjedhor qëndron në themel të një shoqërie demokratike. Prokurorët, oficerët e policisë gjyqësore dhe përfaqësuesit e policisë së shtetit kanë detyrën thelbësore në të hetimit ndjekjes penale dhe luftës kundër krimit zgjedhor. Taran theksoi se megjithëse është bërë përparim raportet përfundimtare të Odirit për zgjedhjet parlamentare të vitit 2021 dhe ato vendore 2023, nxorën në pas e krimi zgjedhor, në veçanti shitblerja e votës, keq përdorimi i burimeve të administratës dhe friksimi i votuesve vazhdojnë të jenë çështje shqetësuese. Të dyja raportet rekomendojnë që organet ligjbaztuese të bëjnë çdo përpjekje për të identifikuar dhe hetuar në mënyrë të pavarur të gjithë akuzat për shkelje zgjedhore, përfshirë shitblerjen e votës, presionin ndaj votuesve dhe keq përdorimin e burimeve të administratës në mënyrë të plotë, të shpejtë dhe transparente. Filloi futja në zarfe fletëve të votimit për zgjedhjet parlamentare të 11 majit në Shqipëri. Kreu KQZ-s Ilirian Cilibashi u shpreh se procesi dokumentacioni zgjedhor do të përfundojë brenda kësaj jave dhe se fletat e votimit do dërgohen gradualisht në destinacione të ndryshme përfshirë Greqinë, Italinë, Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe vendet e tjera ku jetojnë shtetas shqiptar. Nëse ne përfundojmë këtë procesin e përgatitjes dokumentacionit zgjedhor brenda kësaj jave, po brenda kësaj jave, fundit të kësaj jave, ne do të fillojmë dhe procesin e dërgimit dhe shpërndarjes së zarfeve të postës për atë sasi që ne do të kemi bërë gati. Pra nuk do të presim që ta bëjmë gati komplet sasinë e dokumentacionit zgjedhor dhe materialeve zgjedhore, por pjesë-pjesë sipas destinacionit Itali, Greqi, Gjermani, Shtetet e Bashkuara të Amerikës e të tjera. Ndër të tjera i sqaroi edhe një herë procedurën që do të ndiqet nga posta për marrjen në dorëzim të dokumentacionit. Do të shkoj herën e parë dhe nëse nuk e gjen në banesë, do t'i lër një shënim që erdha, nuk ju gjeta dhe do t'i lër orarin kur postieri mendon që do t'i shkoj herën e dytë. Nëse edhe herën e dytë nuk arrin ta kontaktoj, do t'i lër një shënim për herën e tretë. Dhe nëse edhe në herën e tretë nuk ka mundësi që të puqen orari i postierit me orarin kur votuesi është në shtëpi, do t'i lihet një shënim votuesit duke i thënë që dokumentacioni zgjedhor i dërguar nga Komisioni Qendror i Zgjedhjeve në Shqipëri gjendet në zyrën postare numër kaq, kështu që mund të vini ta tërhiqni në këtë zyrë postare duke paraqitur ky votues dokumentin e identifikimit.
Kryeministri i Shqipërisë Edi Rama vlerësoi se medalja presidenciale e nderit të dhënë nga Izraeli është një nder që e merr në emër të gjithë popullit shqiptar për mbështetjen që tregoi ndaj hebrejve në periudhën e tyre më të errët. E marr në emër të Shqipërisë, në emër të popullit shqiptar, e mbi të gjitha në emër të gjithë shqiptarëve muslimane të krishterë, të cilët vunë veten e jetët në rrezik gjatë orëve më të errta të historisë moderne dhe e kthyen vendin tim në të vetmin vend në Europë që e mbylli luftën e dytë botërore me më shumë hebrej se sa në fillim të saj. Mëtej, kreu qeverisë shqiptare theksoi nevojën për zgjerimin e bashkëpunimit mes dy vendeve. E duam që sa më shumë të jetë mundur të kemi marrëdhënie me Izraelin dhe me popullin hebrej, që nga niveli turiste që ju përmendët, dhe nga ky nivel pra deri tek niveli i shkencëtarëve tuaj të mrekullueshëm dhe njerëzve të mrekullueshëm të teknologjisë e industrive tuaja të mrekullueshme. Duke u ndalur dhe tek lufta në Gaza, Rama tha se Shqipëria mbështet zgjidhjen me dy shtete, por argumentoi se ajo nuk mund të vijë me Hamasin pasi nuk është një lëvizje për rezistencë, por janë nazistët e shekullit të ri. Por në këndvështrimin tim e në këndvështrimin tonë nuk ka zgjidhje ne Hamasin aty. Dhe ndryshe nga që janë përpjekur të tjerë të thonë, Hamasi nuk është lëvizje rezistence. Hamasi janë nazistët e shekullit të ri. Dhe historia na ka mësuar se me nazistët nuk ka paqe, me nazistët nuk ka kompromis. Radio 7, zëri pozitiv i qytetit. Inaugurohet konsullata e përgjithshme e Shqipërisë në Malin e Zi. Në këtë ceremoni ishte i pranishëm ministri i jashtëm Igli Hasani, zëvendës kryeministri dhe omologu malazez Ervin Ibrahimović dhe përfaqësues të qeverisë qendrore dhe vendore, trupit diplomatik dhe qytetarë të Ulqinit. Në fjalën përshëndetëse, ministri Hasani u shpreh se në një kohë kur Shqipëria dhe Mali i Zi janë aleate dhe ndajnë një vizion të përbashkët për paqe, stabilitet dhe integrim evropian, ky hap përfaqëson një shtyllë të rëndësishme për themelimin e bashkëpunimit në të gjitha nivelet politike, ekonomike, kulturore dhe njerëzore. Për ministrin e jashtëm të Shqipërisë, kjo konsullat do të jetë një nyje strategjike për të ndihmuar në forcimin e shkëmbimeve tregtare, promovimin e investimeve dhe rritjen e mundësive për zhvillim të qëndrueshëm, veçanërisht në sektor si turizmi, energjia dhe infrastruktura. Ish kryeministri i Malit të Zi dhe lideri i lëvizjes URA, Dritan Abazović, është kundër vendimit të qeverisë malezeze për t'i dhënë një pjesë të Bregdetit investitorëve arab. Abazović deklaroi se ata që janë pro këtij projekti duan të zhdukin Ulqinin dhe shqiptarët. Ai deklaroi se bëhet fjalë për një proces jashtëzakonisht jo transparent dhe kundër çdo ligji dhe në kundërshtim me kushtetutën. Ne nuk do të lejojmë askënd të na marrë qytetin, tha Abazović. Qytetarët e Ulqinit të Malin e Zi u ngritën në protestë kundër dy marrëveshjeve që kryeministri i Malit të Zi, Milojko Spajić, nënshkroi me Emiratet e Bashkuara Arabe. Ratifikimi i tyre në parlament i hapi rrugën për dhënien me qira për 99 vjet të plazhit të madh të Ulqinit, një perle virgje prej 13 kilometrash me mbi 20 milion metra katror, që është një ndër plazhet më të mëdha ranore në Europë. Protestuesit mbanin në duar dhjetra banderola ku shkruhej: Ulqini nuk është në shitje. Larg duart nga plazhi i madh. Jemi për investime dhe zhvillim të qëndrueshëm, por duhet të pyetemi për fatin tonë dhe të fëmijëve tanë, thuaj në pankartat që mbanin në duar qytetarët e Ulqinit. Ndoqet për mbledhjen javore të lajmeve. Kjo është Radio 7, zëri pozitiv i qytetit.